Shumë për kohën fillimisht, a dihen ende se çfarë ndodhi në këtë ngjarje tragjike, pra që la pas 3 viktima? Aja që ne mund të tregojmë si polici në Maliqeve rreth ngjarjes tragjike që ka ndodhur, mund të themi se rreth orës 12:55 jemi informuar se në një banesë kolektive të banimit social në lagjen Mjedita në Maliqev është duke u djegur një banesë, brenda së cilit dyshohet se gjenden disa banorë. Me njëherë në vend ngjarjes i kemi njoftuar që të shkojnë njësitë policore dhe njësitë zjarrtësisë dhe emergjenca shëndetësore për të ofruar ndihmë banorëve. Në vendin e ngjarjes është gjetur një person pa vetdije që është marrë nga ekipa emergjencë shëndetësore, ndërsa 2 fëmijë janë ndihmuar dhe janë dërguar në emergjencën e mjekësisë familjare nga një banues aty afër. Degjen e tyre është konfirmuar nga mjeku kujdesor në qendrën e mjekësisë familjare. Personat e vdekur janë të moshës, prindi ka qenë 35 vjeçar dhe 2 fëmijët e moshës 12 vjeçare ka qenë gjinisë femërore dhe 9 vjeçare ka qenë e gjinisë mashkullore. Në vend ngjarjes ka ndodhur njësitë përkatëse që janë kryer hetimet nga ato edhe në mbikëqyrjen e prokurorit kujdesor të prokurisë themelore Xhako. Trupat e pajet në urdhër të prokurorit janë dërguar në mjekësinë ligjore në Prishtinë. Kjo është e tëra për momentin që ne mund të japim rreth ngjarjeve tragjike. Zogaj, edhe një pyetje shkurtimisht të lutem. E di që është ende në fazë fillestare, mirë, po ka pas le të themi interpretime të ndryshme se çka shkaktoi këtë zjarr. A janë duke u bërë hetime se çka shkaktoi pra këtë zjarr aty që më pas përfundoi në tragjedi? Janë të zhvilluar hetimet, jam të pritur edhe një raport nga ekspertët e zjarrit. Edhe për momentin nuk kem ndonjë informacion se çka ka qenë burimi i zjarrit. Dhe e përmendet që trupat më njerë janë dërguar në qendrën e mjekësisë familjare. A kanë shkuar pa shenja jete aty? A ka informacione? Aja që kam të thëmë se mjekët e kanë konfirmuar se kanë orë në gjendje shumë të rëndë, pa vetdije, mirë po edhe pas angazhimit të tyre që e kanë bërë për më ndihmuar, ata nuk kanë edhe pej mendime mjekësore thonë se ata nuk kanë pas jetë kur janë pranuar në mjekësinë ligjore, në emergjencë. Zogaj, të falenderoj shumë për kohën që gjete të lidheshe drejt për drejt me ne këtu në Five. Faleminderit edhe juve. Do vazhdojmë